Vale, përsëri tripleta, besoj që emocion edhe sonte. Sigurisht, kënaqësi, si thash, trofe që të plotësojnë aspektin personal, po realisht çdo gjë ndaj me skuadrën, për gjithë këtë periudhë që kam punu, bën 2 vite që fitoj, realisht si Kpucën dhe Topin e Artë, ja dedikoj atyre punës që bëjmë bashkë dhe si kapiteni i ekipit mbete veç t'i falenderoj. Kpuca e sigurt, por ishte befasues të fitimit të vetar këtë vit. Them drejtën, normalisht konkurrencë është ajo finale humun, sikur të fut ndryshime për Topin e Artë, por që realisht gjej momentit i falenderoj gjithë ato që më votun dhe besun në zgjedhjen mu si fitues Topit e Artë për këtë sezon. E përmendën edhe gjatë ceremonisë, titulli kampion me Vllaznin duke që ai vazhdon të mundoj, ju dhe gjashtë. Them drejtën, siç thash, to trofe nuk plotësojnë kur mungon titulli, një titull që mungon prej vitesh, 25 vite janë shumë, po kthy titullin Shkodër, kështu që na mbetet veç të bëjmë maksimumin për ta kthyer titullin. Gjatë sot 2 kupëtarë për lojtarët e Vllaznisë dhe 2 kupëtarë për lojtarët e Vllaznisë. Duke të Shkoda sërish është e qenë të festimeve. Sigurisht Shkoda ka qenë, do jetë gjithmonë, për sa do të jetë futboll, sa do të luhet futboll, Shkoda do jetë aty. Normalisht trofeu mungon, por Shkoda ka nxjerr gjithmonë lojtarë që do spikasin. Faleminderit. Faleminderit juve.